Arbër Hajdari ka qenë i ftuar një ditë më parë në emisionin Ftesë në 5 me Bjeta Sulon. Opinionisti 4 i edicioneve të Big Brother VIP ka folur për eksperiencën e tij në këtë pozicion, si dhe ka zbuluar banorin që i ka shkruar pas përfundimit të Big Brother VIP 4. Por jo vetëm kaq, pasi kur u pyet për tiparin në karakter që ai nuk e duron dot te një person, Hajdari tha dy fytyrsinë. Fillimisht Arbëri e lidhi me ish-banore të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por pa përmendur emra. Por kur moderatorja e njohur e pyeti nëse i ka ndodhur në përditshmëri, ai tregoi një ngjarje me një person që e kishte sharë dhe më pas ka bërë foto me të dhe e ka publikuar në rrjetet e tij sociale. Arbëri thotë: "E kam edhe në jetën e përditshme. Rasti më i fundit ishte fakti një individi që e njihja, më kishte sharë në një 2 vende në rrjetet sociale, nuk ishte lënë gjë pa thënë. Një javë më vonë rastis diku dhe më hidhet në krah dhe më përqafon dhe i them: "A je ti?" Kam qenë me nerva, thot, s'kam asgjë me ty. Domethënë e kishte shkarkuar gjithë energjinë e vet duke shfryrë dhe pastaj bëri foto me mua dhe e postoi në profilin e tij.